ka kundërshtim me Amerikën, ka luftë me Rusi, ka Ukrainën, a nesh këtyre Evropa të fusi Ramën beqarin e stazhinuar, të dashuruar, të përvëluar prapa Evropës, i cili që përvëluar në fakt se tha 1 miliard euro i marrin prapa Evropës, tha, do nuk u ngopën me këto që kanë këtu. Kështu. Megjithatë, unë mendoj këtë gjë, ç'pun kemi ne me shku në Evropë. Ne kemi këta të Kosovës, kemi të Maqedonisë, kemi të zonën tonë, Evropë është kjo me kalu Evropës. Zhvilloj ekonomikisht i këtë, kushte klimatike të mirë, det ke, kushte liçen, lumen, ç'a doni ju më. Ç'a ka Evropa më shumë se sa kemi ne, asnjë gjë s'kam shumë. Vetëm zhvillojmë vendin eve. Pik. Unë kam qenë gjithë botën. Nuk ka si Shqipëria skund. Edhe këta që gënjejnë, nëse s'kanë qenë ndonjëherë në emigracion, gënjejnë këta të rinj diçon andej. Ku vjen andej pasi çaj me lot. Rini orë se s'ka si kjo Shqipëria dhe jeta shumë e shkutur, mos u gënjej njëri ti kim andej ti kim këtej. Nuk është paraja çdo gjë. Se juve të rinjve të gjithë u gënjejnë. Nuk u thot njëri si është e vërteta. E kuptoj, shiko, duhet kuptojmë një gjë. Në çdo vend të botës, pjesa më e madhe e popullsisë jeton jetë normale, nuk është se janë tërë të pasur. Mos keni ambicie se do bëhen tërë të pasur, dakord? Jeta është shumë e shkurtër. E rëndësishme njeriu të ketë një shtëpi, të ketë një punë, të ketë një makinë dhe kaq, të paguajë faturat. Kaq është jeta, mos çfarë mendoni ju se është jeta? Asgjë s'do marrë njëri me vete. Po shteti duhet me ta garantu ty të bësh një jetë normale. Pra normalitetin duhet ta garantoj shteti. Pasandaj nëse ti do të ecësh më tutje, pasandaj është në dorën tënde. Kjo është. Unë po them nuk se Shqipëria nuk ka zhvillim. Shqipëria ka zhvillim në ndërtime pafund, në çmimet e ndërtimeve pafund, domethënë shkojnë ekstrem, gradaçela, të cilat nuk e di pse përkëndërtohen, që shumica janë bosh. Dhe rrugët, sepse ka parate rrugët, miliarda. Këto hedhin lek në për rrugë për t'i bërë, sepse fitojnë nga kjo. Se mos fitojnë nuk i bëjnë kurrë. Dhe marrin buxhetin, varfërojnë pensionistët. Ti duhet bësh ndarje balance midis kësaj edhe kësaj. Dhe disa punë publike ti duhet i bësh edhe me koncesion, edhe nga një biznes privat, që mos marrësh lekët e buxhetit. Që lekët e buxhetit ti ndash për shëndetësinë, për arsimin, ti ndash për pensionistët, ti ndash për fëmijët. Pra kjo është balancimi. Ne do të fokusohemi pak te mirëqenia e njerëzve. Nuk do han rrugët njerëzit. Rruga është shumë e rëndësishme, po jo rruga me 3 fish çmimi. Ti mund ta zgjidhësh një mënyrë tjetër atë. Pra, megjithatë s'u ngre rrogat, kontrollo ushqimin. Ose nuk u kontrollon ushqimin. Ulu çmimet, bëj disa politika të tilla, të cilat i tërheqin mirëqenien e njerëzve. Po më online shop, shko nga faqja ati edhe vazhdo. Ç'vjen te faqja ime këtu? Çfarë ke? Po shko pra atje. Ja të ke, shko ati edhe bëj vazhdo. Jeni bërë dhe ju si patronazhistat e këtit, si e ka emrin, të këtyre të tjerëve. Edhe partitë e reja janë bërë me patronazhista dhe këto. Duan të vinë marrin vota këtu te mua. Ore, do të kuptoni një gjë, në marrëdhënien që krijoj unë me këta që i kam njerëz dhe mi, nuk ka burr që hyn, duhet ta keni parasysh, jo politikan tjetër. Kështu që i ikni andej nga ata tujt ju dhe vazhdoni me këta të mit blini rahat mua. Okej? Ja ma gjgroj fortun sa që so pret mendja juve. Mirë, dakord. Mendoj se është planifikuar edhe politika që bëhet që ju tikni. Jeni sigurt. Investojnë vendet fshin në për media, në për programe, në politik, kudo që ju të mërzisni tikni. Pse? Të marrin nesër, duke e boshatisur e ke shumë të lehtë për të bërë edhe akte të tjera më pas. Kështu që ky është qëllimi. Prandaj për këtë arsye duhet me patjetër që ju ta kuptoni këtë gjë. Në moment që keni një shtëpi, një pronë, një tute, një tu, mos lëvizni. Ndje unë e gashme për kryeminist, po unë 50 vjeç po shkoj, 32 vjeç shkollë kam. Ku po kërkojnë kryeministër njerëz që janë bërë nga 30 vjeç në Shqipëri, pse mos të jem unë për shkakun? Çfarë ka? Përsëri unë jam shumë e përullur. Nuk jam ndonjë tip që vdes për kështu pushtet.
se kanë fare problem. Po të vi puna për të përfaqësuar, me transparencën më të madhe do të isha përballë publikut, për çdo gjë. Me transparencën më të madhe, për çdo gjë. Por ona është grabitur prej kohësh. A do t'u marrim këtyre që kanë grabitur, thoj, kjo është çështja. Kush është ky zoti, nuk e njoh këtë spaun që thoni ju. Mirë, unë dakord, këto të partive tjera që vinë bëjnë fushat të kjo imja, unë nuk i kuptoj. Ju bëni fushat këtu dhe mendoni se këtyre të mive do të prishin mendjen ju? Edhe me ato që ja kanë pru vëndi deri këtu, po ikni pra ikni. Ikni ande nga partit tuaja, keni plot ata patronazhistët ande ikni. Këtu janë të mitë. Jo, më nuk mërzitem, mu vje me qesh. E kupton se unë s'kam këshu gjërash, nuk kam unë, për shumë, e di që kanë këto partite, e di që më tha Ylli Rakipi? Se do shkoj shumë shpejt e ka i. Më tha, Elena nuk bëj ma si sondazh. Pse i thash? Sa po hap sondazhin, më quan patronazhistët, e filan partije, ma bëj sondazhin, tha, partitë e tjera që s'kan, a i qonë qitë partin, tha të votoj aty, ta qoj 30, 20, 50, 60, edhe ma unë, tha, sondazh nuk bëj. Edhe këta, më u boni mërë të smur. Alianca Kombëtare Shqiptare me numrin 7 flet në votimit, AKSH është partia me të cilën unë e kryesoj dhe që kemi djemë dhe vajza shumë të mirë që po i publikojmë në Facebook, gjithë fotot e tyre do të hapim dhe një fushat pas një jave, do të fillojmë të prezantojmë do vim të Shqipërinë, do bëjmë një fushat thjesht, sepse ne nuk kemi mundësi financiare, po kaq. Dhe ju duhet ta kuptoni këtë gjë dhe duhet më ndihmoni dhe më mbështesni, sepse unë nuk jam si ata. Dakord? Ata kanë vjedhur juve 35 vjet dhe me ato para vim bëj pushat e ju dhe u thon, na jepni votën thon juve ata, që ne të marrim pushtetin të vazhdojmë të vjedhim juve. Edhe ju vu për ata, një pjesë juaj, jo të gjithë. Nuk ka pas bisedime me partit të tjera të vogla. Të gjitha ka kërkuar të bëjnë aleancë me mua dhe unë nuk kam bërë aleancë me asnjë. Arsyet janë të shumta. Njëra thuhet financohet nga Sorro, njëra thuhet financohet nga Rama, njëra thuhet financohet nga Velia. Asnjëra prej tyre nuk bën transparencë financiare. E para, e dyta. Nuk kishte mundësi sistemi, sepse duhet futshë familjarët aty, të hiqin ata, të kalojë ti në listë të hapur, aventura pa fund. Pse duhet me bëj gjithë aventura, ne për çfarë? Nuk kam ardhur këtu të bëj vetëm pis. Më mirë rri jashtë politikës sa të bëj vetëm pis. Kaq. Nëse jem këtu, jem për dhënë diçka të bukur, të pastër, të mirë. Nga e para, nga zero të kontrolluar, jo anti-shqiptare, jo të kapur nga agjenturat, jo të kapur nga bandat. Pra, nëse ka një person që nuk është i kap nga agjenturat, bandat, biznesi, pisët, politika e vjetër e pisët, ja është Elena Kocaqi. Edhe kështu do t'jem unë. Kaq. Pik. Nuk vjem unë për pushtet në kontroll të tjerëve. Harroni, se nëse vjem unë, u bie të tradhtoj juve pasandaj. Për çfarë? Për pushtet, po jo. S'du fare pushtet, fare më mirë. Po të prapër më e fort janë vetëm se sa të futem me të tjerët. Sepse të tjerët të shfrytëzojnë ty votën për veten e tyre një pjesë e tyre dhe miru pashim, ku di unë ku e çon votën nesër ai. Unë jam në Tiranë, zonë Tiranë, Kavaj dhe Rrogozhin, që e merr qarku Tiranës, aty do të jem. Numri 7, sa votoni numri 7 vot vet, vota shkon direkt për Elena Kocaqin, sepse unë jam e para në listën e Tiranës. Sa është procedura. Shumë faleminderit gjithë, veni shumë të mirë. Ju du shumë, sinqerisht më jepni shumë kuraje për të ecur përpara. Dhe ju të TikTokut jeni edhe shumë kështu fani, shkruajnë shumë në raport me ata të Facebookut, sepse ndoshta jeni edhe më të shkathët, se jeni më aktiv në rrjet. A do bashkëpunojmë me Trumpin? Po sigurisht që po. A është presidenti i Amerikës ai? Po. A e kemi mik në aleatën? Po. Pikërisht pse jo? Çfarë ka?
Në Golem kur do jesh? Aktualisht jam Golem. Unë jam duke u folur nga Durrësi. Sepse jem pushim dhe jam Durrës. Në përgjithësi rri në Tiranë, po aktualisht jam Durrës. Dhe unë Durrësin e kam shtëpinë time në dytë dhe e merr kjo zona e Golemit këtë pas shkomit Kavajës, nuk e di kush e merr. Kështu që aktualisht unë kam detin përballë dhe jam Durrës. Dhe Durrësin e dua marrëzisht. Pavarësisht se nuk e di se sa më duan durrësakët, por unë i du shumë. Dhe në Golem isha se vetë bëjnë një pazarin atje. Do të pëlqej fuqive të mëdha, ti je sigurt që Amerika nuk ka aleat më të madh në Shqipëri aktualisht për momentin, përveç Spakut dhe Elena Kocaqit. Kështu që je shumë i sigurt për këtë. Se të tjerët pasandaj dihet shumë mirë.